e nisëm me pjesëmarrjen tënde të fundit në një reality show, meqenëse puna jote përpara pjesëmarrjes aty flet shumë për profesionalizmin edhe gjithçka tjetër. Po përmend Nilor Films, kështu që ta nisim nga Zanafilla, si nis? Shiko, kjo ka nisur para 17-18 vjetësh, le të themi. Dhe ka nisur si një nevojë, ne kemi qenë një grup miq dhe shokësh që siç keni dhe ju radion kemi pas edhe në radion tonë dhe krijonim reklama apo situata të ndryshme në radio, të cilat vinin si kërkesë e kompanive. Dhe ndërkohë që ti, për shembull, vjen një kompani e caktuar X dhe thotë dua të bëj reklam produktit tim dhe ti ndërton një ide. Dhe pastaj, duke qenë se ideja është e suksesshme, e thotë që okay, po ku mund ta realizojmë këtë gjën që ta kemi edhe në televizion. Dhe kështu nisi, le të themi, nga kërkesa nisi edhe domosdoshmëria për të ndërtuar një kompani filmike, të cilën, me thënë të drejtën, unë kam pasur një si ëndër, po ta quaj, edhe pse fjala ëndër nuk më pëlqen, që të shkoj ta ndërtoj këtë gjën, por qëllimi i cili është që ne të ndërtojmë, të bëjmë filma në Shqipëri. Filma në kuptimin që ta avancojmë këtë industri, e cila është një industri në gjenezën e vet në momentet që flasim, pra filmi modern shqiptar është në momentet e vetë të para, ku por po ecën mirë. Por që po ecën mirë sepse njerëzit të cilët po bëjnë këtë gjë janë njerëz pasionant, të gjitha hallkat e të bërjes filmit, duke filluar që nga ato që shkruajnë skenarin, duke vazhduar që nga ato që janë producentë që marrin përsipër riskun për ta çuar filmin diku dhe për ta marrë përsipër realizimin e filmit deri te regjizori dhe pastaj me radhë gjithë skuadra që janë nga drejtori i fotografisë, bër casting, lokacionet e tjerë derisa mbrim tek dalja e filmit në kinema. Sa e vështirë është të bësh një film në Shqipëri? Të bësh një film vetë është shumë e vështirë. Që në Shqipëri akoma dhe më e vështirë. Që këtu do të bëjmë marrëveshjen e fjalës dhe prej aty ta bësh në Shqipëri është disa herë më e vështirë, jo sepse Shqipëria është një vend i vështirë, por sepse Shqipëria është një vend i vogël. Po si bëheshin filmat e Kino Studios aso kohë? Apo ishin me plan ato, ishin me plan shtetëror? Shiko, ka pas Kino Studio ka pas një buxhet të vetin, ka pas njerëzit e vet, ka pas një qëllim që për shembull në fund të viteve 80 mbritën në 14 filma në vit. Dhe duhet të realizonin patjetër 14 filma në vit. Gjë që do të thotë do të kesh 14 skenar, do të kesh 14 regjisor, do të kesh 14 grupe të ndryshme, dhe e kishin gjithçka e kishin gati në kuptimin vetëm të pranohej skenarit, të ndiqej vija e ideologjisë partisë etj. Dhe ka ishte me filmi. Planifikim shtetëror, kështu që. Më pas ajo si industri u shkatërrua dhe u mbeti vetëm një qendër e filmit, e cila kishte një shumë parash, të cilat do shpërndaheshin për të bërë 1 ose 2 ose 3 filma në vit. Gjë që ka vazhduar deri vonë dhe paralelisht me këtë, u ndërtua dhe ajo që quhet indie filmmaker. Pra, ato që bëjnë filma të pavarur, që tek cilët e fuz veten edhe unë, të cilët ne menduam që nuk ka pse ti domosdoshmërisht të marrësh para nga qendra e filmit, por ti mund të ndërtosh një linjë tënden dhe të bësh filmat e tu dhe kjo e bën punën akoma më të vështirë. Absolutisht e bën më të vështirë, por e bën edhe ty të bën një profesionist me më shumë mbështetje, sepse një gjë që ti e bën vet është, le të themi, mbrin që një ditë ti jesh më i zoti se dikush që thjesht i merr parat nga dikush tjetër.